Për gjatë verës mbizotërojnë kryesisht virozat e stinës. Mjeku pediatër i lagjes Lev Sallata Edimone thot se tek të vegjlit mbizotëruese janë enterovirozat që sjellin tek ata probleme të sistemit tretës. Mone konfirmon se ka dhe raste Covid, pasi qarkullimi i tij nuk ikën asnjëherë, por në verë Mone pohon se rastet e Covidit janë të pakta dhe virusi e humbdjeshëm efektin. Në verë kryesisht janë enterovirozat, pra virozat që prekin tret janë. Këtu rotavirusi, hikeviruset janë një grup shumë i madh, apo enteroviruset janë një grup shumë i madh që këtë shkaktojnë gjithmonë. Por, për sa i përket me që më pyetje për çështjen e sëmundjeve të tjera, do të ndalemi në dy gjëra nëse ti do të përgjigjem së pari për këtë gjë. Covidi dhe grupi i sëmundjeve të ngjashme me Covidin, që përfshin gripin dhe paragripin, parainfluenca dhe Covidi, sot janë në një rubrik më vete. Ato nuk ikin asnjëherë, por në kohën e verës ato bëhen të pandjeshme, sepse ka raste shumë sporadike dhe nuk përbëjnë një problem për mjekësinë apo edhe për ata të interesuarit, do të thënë për njerëzit të cilët janë komunitet. Qëllimi i mjekëve sipas Mones në stinën e virozave është që të ulin sa më shumë që të jetë mundur rastet e hospitalizimit. Mone konfirmon se fatmirësisht nuk ka patur raste të rënda nga virozat tek fëmijët. Fatmirësisht në ambulatorin tonë ne nuk kemi pasur raste të rënda. Ato që janë vetëm të, si të thuash, të shkallës së pare të dytë. Synimi jonë si shërbim parsor në bashkëpunim edhe me spitalin pediatrik janë të ulim sa më shumë që t'jetë e mundur rastet e hospitalizimit. Ato t'jenë sa më të ulta, për arsye sepse një fëmijë i cili shkon për trajtim në spital, kuptohet që ka një problematik të madhe për veten, për prindin, edhe për mjekësinë, dhe urgjenca apo vetë spitali pediatrik ngarkohet më shumë se ç'duhet. Dhe kjo duhet të na bëjë që të reflektojmë që të gjitha rastet, në shumicën e tyre, ne jemi në gjendje dhe duhet t'i trajtojmë në mënyrë ambulatore. Mjeku Mone pohon se përgjatë kësaj periudhe vjetre një shtim i numrit të vizitave. Në periudhën janar-qershor janë mbyllur zyrtarisht të dhënat, ku ka patur mbi 1500 vizita. Sipas tij, qershori në krahasim me 5 muajt e kaluar të këtij viti ka patur një dyfishim të numrit të vizitave, ndërsa duke krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i tyre është rritur lehtë. Unë do të llogaris vetëm sepse ne si numër total aktualisht tani jemi rreth 1500 vizita që kemi bërë deri më sot që flasim, por kjo është për gjithë periudhën janar-qershor, sepse korriku tani është futur. Po flasim vetëm për qershorin, i cili le të themi që i përket periudhës së verës, kemi atë që quhet dyfishimi i numrit të vizitave dhe kryesisht në këtë dyfishim ku numri total krahasuar me numri total i vizitave që neve kemi në atë janë 140, të vitit të kaluar janë 120, pra ka një rritje të lehtë si vjet dhe numri kryesor i diagnoza, si thua diagnozat më të mëdha, i përbëjnë çrregullimet gastrointestinale. Virozat stinore kanë sill kryesisht në moshat pediatrike probleme të sistemit tretës, ku pasojat në shëndet janë humbje peshe, lodhje, temperaturë, barg dhe të vjella.